Kur europianët e mbështetën protestën shqiptare, e bën nga jashtë përplasjes. Asnjë prej tyre nuk ishte pjesë e projektit që ndezi bulevardin. Në Amerikë, historia është krejt tjetër dhe pikërisht kjo e bën më të mpret. Këtu vjen ndar se nuk kalon mes Tiranës dhe një kryeqyteti të largët, por brenda vetë politikës amerikane, sepse në qendër të investimit qëndron rrethi më i afërt i presidentit Donald Trump. Kjo do të thotë se arta politike amerikane e revolucionit të flamingove lexohet ndryshe. Në njërin ka qëndron pushteti ekzekutiv amerikan që e mban investimin dhe në kaun tjetër qëndron opozita demokrate dhe e majta progresiste që i dhan kauzës së protestës i ehon deri në Kongres. Për një gazet pro-protestës, kjo hartë ka një mesazh të qartë. Thirrja e bulevardit, largimi i Edi Ramës dhe fundi i një modeli i qeverisës që qytetarët e quajnë të kapur nga interesat e mëdha, nuk ka mbetur çështje e brendshme shqiptare. Ajo është kthyer në sallat e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve amerikan, ku disa nga zërat më të fortë të politikës demokrate e kanë përdorur si provë të një problemi që i kalon kufijtë e Ballkanit. Zëri më i lartë erdhi nga senatori Bernie Sanders, figura kryesore e së majtës progresiste amerikane. Sanders, e cilësoi çështjen si shprehje të një oligarkie globale, duke vendosur investimin në Shqipëri brenda një tabloje më të gjerë, ku paraja e madhe dhe pushteti politik ndërthure në kurriz të interesit publik. Nga një senator me ndikim kombëtar, kjo ishte një legjitimim i drejtpërdrejtë i shqetësimit që qytetarët shqiptar shprehin çdo natë në bulevard, se vendimet po merren për pak të fuqishëm dhe jo për popullin. Via e Sanders u ndoq nga demokratë të tjerë. Senatori John Ossoff nga Georgia e ktheu çështjen në një temë të fushatës së tij për rizgjedhje, duke e mbajtur atë gjallë në debatin politik amerikan, por goditja më e strukturuar erdhi përmes mekanizmave të mbikëqyrjes së Kongresit. Në mars 2026, senatori Ron Wyden nga Oregoni dhe përfaqësuesi Robert Garcia nga Kalifornia, të dy demokrat, hapën një hetim për të verifikuar nëse aktiviteti diplomatik i Jared Kushner ka qenë i ndarë nga mbledhja e fondeve private të firmës së tij. Muajin pasues, përfaqësuesi Jamie Raskin nga Maryland e zgjeroi këtë shqyrtim me një formulim të prerë, duke argumentuar se nuk mund të jesh njëkohësisht diplomat i shtetit dhe instrument financiar i një monarkie të huaj. Pikërisht ky është boshti i mbështetjes amerikane, jo një sulm ndaj një ndërtimi apo një zone të caktuar, por një pyetje mbi konfliktin e interesit. Kushner nuk është thjesht një investitor privat, ai u rikthye në një rol diplomatik nën presidentin Trump, me përgjegjësi në dosje si Irani, Ukraina dhe Gaza, krah të dërguarit Steve Witkoff. Për demokratët amerikan, kombinimi i një roli publik në politikën e jashtme amerikane me mbledhjen e miliardave për projekte private jashtë vendit është vetë problemi, pavarësisht se ku ndodhet projekti. Ajo që jep forcë argumentit demokrat janë shifrat. Firma e Kushner, Affinity Partners, menaxhon rreth 6.16 miliard dollar, prej të cilëve rreth 2 miliard vijnë nga fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite, mjeti sovran i kontrolluar nga princi i kurorës Mohammed bin Salman, ndërsa kapital shtesë ka ardhur nga investitor në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Kur këto fonde ndërthuren me një rol diplomatik amerikan, pyetja që ngren ligjvënësit demokrat nuk është estetike apo mjedisore, por institucionale, apo shërben pozita publike për të hapur dyer private? Kjo pyetje u përforcua edhe nga bota e ekspertëve të etikës. Virginia Cantor, avokate e etikës në Shtëpinë e Bardhë gjatë administratave Clinton dhe Obama, vlerësoi se marrëveshjet mes një qeverie të huaj dhe familjes Trump krijojnë përshtypjen e favorizimit dhe të përpjekjes për të fituar akses tek presidenti. Nga një zë profesionist dhe jo partijak, ky vlerësim e nxjerr debatin nga terreni i luftës politike dhe vendos tek standardi i qeverisjes së pastër, i njëjti standard që protesta shqiptare ja kërkon në Ramos. Zërat politik u përforcua nga një pjesë e rëndësishme e mediave dhe shoqërisë civile amerikane. Programi Democracy Now, një prej platformave më me ndikim të së majtës mediatike amerikane, i kushtoi hapësirë të gjerë lëvizjes, duke intervistuar aktivistë shqiptar dhe duke paraqitur protestën si një kryengritje qytetare kundër një sistemi të tërë politik, jo thjesht kundër një investimi. Grupi aktivist Code Pink e përshkroi lëvizjen si një sfidë ndaj miliarderëve dhe korrupsionit. PBS NewsHour dërgoi korrespondent në terren, ndërsa revista Wired dhe agjencia Associated Press e dokumentuan shndërrimin e protestës nga një shqetësim qytetar në lëvizjen më të madhe antiqeveritare të 3 dekadave. Ky mbulim e bëri të pamundur për qeverinë shqiptare të paraqiste protestën si komplot i huaj, sepse tashmë lexoi dhe shihej në kryeqytetin e aleatit më të rëndësishëm të Shqipërisë. Harta amerikane merr kuptim të plot kur shihet edhe ka tjetër. Ndryshe nga Europa, ku qeveria e Ramës mbeti e izoluar, në Amerikë projekti gëzon afërsinë me pushtetin ekzekutiv, sepse në qendër të tij qëndron familja e presidentit. Gjatë muajve të protestës, administrata Trump hoqi statusin persona non grata që ishte vendosur liderit të opozitës shqiptare Sali Berisha, një lëvizje që tregoi se dinamikat amerikane ndaj Shqipërisë po ndryshojnë. Në planin mediatik, organe të djathta si Fox News dhe Washington Examiner e trajtuan çështjen me shumë tepër kujdes
proces ndaj rrethit të Trump, duke e balancuar ose duke e relativizuar kritikën. Kjo ndarje e qartë, ku e majta demokrate qëndron pranë frymës së protestës dhe djata trumpiste qëndron pranë interesit të investimit, e pasqyron në Amerikë të njëjtën logjik që pam në Europë. Mbështetja për zërin e qytetarëve shqiptar vjen nga ata që e shohin çështjen si një provë të llogaridhënies dhe të transparencës, ndërsa rezerva vjen nga ata që kanë interes politik të drejtë për drejtë në rezultat. Për lexuesin shqiptar, rëndësia e kësaj harte nuk qëndron tek Washingtoni, por tek bulevardi, kur senatorë dhe përfaqësues amerikan ngren pyetjen e konfliktit të interesit dhe të oligarkisë, ata në fakt përforcojnë pikërisht argumentin që qytetarët përsërisin çdo mbrëmje se një qeveri që u hap dyert interesave të mëdha me ligje të shkruara me nxitim ka humbur të drejtën morale për qeverisur. Slogani "Shqipëria nuk është përshitje" nuk është më vetëm një thirrje e Tiranës, ai u përsërit në qytete perëndimore dhe gjeti jehon në institucionet amerikane. Pikërisht këtu takohen dy vijat. Demokratët amerikanë sulmojnë problemin nga këndi i konfliktit të interesit dhe i etikës publike. Qytetarët shqiptar e sulmojnë nga këndi i qeverisjes dhe i llogaridhënies. Të dyja çojnë në të njëjtin përfundim, se përgjegjësia politike duhet dhënë dhe se figura që ka mbajtur pushtetin për më shumë se një dekadë nuk mund vazhdojë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Në 51 ditë, protesta e ktheu një çështje lokale në një test ndërkombëtar besueshmërie dhe harta politike amerikane tregon se ashtu si në Europë, ata që qëndruan pranë saj e pan të njëjtën gjë që sheh bulevardi, një kërkesë të drejtë për ndryshim që fillon me largimin e Edi Ramës.